Ditët e fundit kam bërë një analizë të politikës së jashtme të Kosovës në raport me fuqitë e mëdha këtu. Dhe ishte një hulumtim, nuk më kujtohet i kujt, por mund ta gjejmë, i cili problem në rajonin ton e sheh Kinën dhe jo Rusinë. Po sepse Kresh për shkak të kësaj të shtyllës së parë të sigurisë për të në afat gjatë për Kina, ekonominë, për në afat gjatë Kina është realiteti më i rëndësishëm ekonomik botëror, aty bazohet edhe forca e ekonomisë ruse. Ne kemi thënë shpesh, Rusia është një vend i madh me territor të madh, me shumë forca të armatosura, me shumë teknologji e tjerë, po me ekonomi të vogël. Rusia. Dhe bazën e mbështetjes së forcës saj ka pikërisht tek ekonomia kineze. Sigurisht që ashtu është. Por Kina ka një mënyrë të ndryshe të menduar nga ne në Perëndim. Pra Kina nuk i shef, nuk ka hallin që kemi ne në vendet tona në Perëndim, me ndryshimet e mundshme çdo 4 vjet, me zgjedhje çdo 2 vjet apo etj. Pra kur thash më përpara stabilitetin politik për ekonomi të fortë, Kina nuk e ka hallin e stabilitetit politik. Dhe për të kuptuar kinezët sot duhet të shkosh të rilexosh edhe një herë historinë e atij që quhet marshimi i gjatë i Mao Zedongit, që i bashkoi kinezët gjithë në një shuh, dhe kinezët e shohin botën në ata dhe bota. Pra në këtë lloj dualiteti, gjë që ne nuk e shohim. Në atë që quhet edhe strategjia e madhe e Kinës. Po sigurisht. Kulla, çfarë hapash strategjik Kosova duhet të marrë në terma afatgjatë për të përballuar me sfidat qoftë në ekonomi, qoftë në siguri, qoftë në... Rritja e ekonomisë për disa vite me radhë me nivele dyshifrore. Sjellja drejt për drejt investimeve të huaja të kompanive të mëdha të huaja perëndimore, të cilat do ta lidhin Kosovën edhe me ekonomi, por edhe me siguri, po edhe me politikë, në mënyrë të pazgjidhshme me vendet perëndimore, kryesisht vendet kryesore të BE-s edhe të NATO-s. Dhe e treta, ajo që është më e rëndësishme është të qenit një ekonomi dinamike me elasticitet dhe studimi i gjetja e rrugëve të reja në ekonomi. Sidomos në ekonomitë e kohës në botë në zhvillim, që po ecin me ritmet e zhvillimit nëpërmjet asaj që ne njohim ritmet e shpejtësisë internetit. Pra, Kosova i ka gjitha mundësitë që të shohë për nga inteligjenca artificiale, për nga nanoteknologjia, për nga zhvillimi i resurseve toksore, cilat deri tani i ka shfrytzuar në mënyrë keq dhe shumë keq, bujqësinë që është e rëndësishme, rrugët e tjera të turizmit, tregtia, projektet e mëdha, sepse me atë borxh publik që ka Kosova, ka mundësi që t'i marrë, projektet e mëdha që do ta lidhnin drejt për drejt me portin e Durrësit me Shqipërinë,